Muaji qershor ka sjellë një fluks vizitash pranë qendrës shëndetësore në Velipoj. Gjatë këtij muaji janë regjistruar mbi 900 vizita pranë kësaj qendre, një shifër më e lartë në krahasim me të njëjtin periudhë të vitit kaluar, bën me dije Sara Ibershimi, mjeke pranë qendrës shëndetësore Velipoj. Ne kemi filluar të operojmë që me datë 1 qershor. Aktualisht deri sot janë paraqitur rreth 100 raste pranë qendrës shëndetësore verore në Velipoj, nga më të ndryshmet, që nga rastet kardiake, reaksionet, alergjit, pacientët e smur kronik, pacient pediatrik, dhe kemi ofruar ndihmën e parë dhe shërbimet e nevojshme të gjithë këtyre kategorive. Grupmosha më e prekur është grupmosha e tretë, pasi ato janë dhe pacientët kronik, të cilët frekuentojnë plazhin në këtë periudhë. Krahasim me vitin që lan pas, numri vizitave për të njëjtën periudhë është më i lartë për shkak edhe të frekuentimit më të madh të pushuesve. Mjekja tregon se ka pasur raste helmimeve për shkak të konsumimit të ushqimeve të sigurta. Kemi ato raste si të helmimeve ose intoksikacioneve ushqimore për shkak të konsumimit të ushqimeve jo të sigurta apo për shkak të virozave të ndryshme gastrointestinale, ashtu edhe si reaksione të ndryshme nga pickimet, nga bletët, insektet. Apeli i mjekës në këto ditë me temperatura të larta është të tregohet kujdes gjatë qëndrimit në diell.